policia kërkonte sa orë e do lendesh, më thuj sa orë dhe këta nuk i thoshin orë se ishte kjo ide që edhe mund ngujohen ose ku diun. Domethënë ose nuk donin t'i thonin njerëzve që e kemi kërkuar për 2 orë se kishin ardhur ca që me idenë që do rrim gjatë. Dhe tani protesta tjetër do jetë me 20 shkurt. Dhe këtu Martin... Pa dhe aty do të bjerë qeveria. Një sekund. Tu tani duhet të rasë vëmendje një 20 shkurt që do thoja unë është historik për Partinë Demokratike dhe nuk është 20 shkurt i vitit 1991, por është 20 shkurt i vitit 2004, që ka qenë protesta nanoik, nëse të kujtohet. Po, patjetër. Që ka qenë vërtet një nga protestat më masive të Partisë Demokratike. Dhe të kuptohej që do fitoheshin zgjedhjet. Dhe ishte një protest super korrekte, ku folën realisht zërat e parë që ju bashkuan, ju rikthyen Partisë Demokratike. Dhe pas asaj nuk ka patur protest tjetër, po ishte fillimi i shtrimit të rrugës së kthimit në pushtet Partisë Demokratike. Pa dhe temi 20 shkurti, fillimi i kilometrit fundit, Martini dhe pastaj. Problemi i kilometrit fundit është varet nga shkolla Sokol, varet nga shkolla ati që e ka trajtuar si tezë, domethënë shkolla bolshevike apo sovjetike e Sali Berishës është një hap para, 2 hapa mbrapa, mendoj unë, sepse ka 13 vjetë që thot... Shkolla Ramiz Alis, Ramiz e tërë. Të ecim për para, po mos në helim dërgova pak më tej. Po, problemi i kilometrit fundit është që, si që tha edhe Gysi, nuk ka asë një lloj shtegu ku të qënë që me Sali Berishën kryet Partisë Demokratike, me këtë lloj organizimi, me këtë lloj qasje, nuk mund të bëj më tepër se sa kaq. Dhe fakti që nga protesta para një jave tek kjo kemi më pak protestues, tregon që është thjesht një harxhim kohe dhe ku shumë më mirë njerëzit do të bindeshin, do të trajtoheshin më mirë me situatën nëse betejë bëhet në institucione, në parlament e tjerë e tjerë. Nga ana tjetër kemi atë Sali Berishën i cili edhe sot vetë në protest 3 sekonda përpara molotove dhe fishek zjarve bënde thirrje për rrëzimin në mënyrë paqësore të Edi Ramës. Tani të thuash në mënyrë paqësore dhe të shohësh molotov, njerëz të plagosur, o efektiv të plagosur, apo qoftë edhe deputet, kjo tregon që ndryshe flet dhe ndryshe vepron. Vetëm një sekond, se s'kemi nëse duhet ta çojmë diskutimin diku tjetër, Martin. Ndryshe flet dhe ndryshe vepron. Jam dakord me ty se tash në editorial që ky ishte një mesazh i rrejshëm, një proteste me qëllim ama real. Flogert, në 20 shkurt thot Berisha protest, në 19 shkurt Rama në Washington, të paktën nëse ftesa është nominale, ai duhet shkoj në Shtëpinë e Bardhë për të firmosur bordin e paqes me president Trump dhe lider tjerë botror. Sot dje Rama ishte në Bruksel, Berisha bën protestën sot. Rama ishte me Ivanka Trump, të nesërmen Berisha doli në protest. Një gjë është e sigurt. Protestat e Sali Berishës nuk sillen kot. Bravo. Dhe protestat e Sali Berishës kanë nisur sapo Rama. Problemi është atyren për qëllim në dur. Jo, pra ta them unë, ose t'jap një mendim. Deri në momentin që doktori që dukte sikur Rama ishte izoluar ndërkombëtarisht, doktori nuk protestonte. Në momentin që Rama filloi takimet dhe këto zhvillimet ndërkombëtare, sidomos me Shtetet e Bashkuara, nisën protestën. Ajo që është interesante dhe që në fakt dekonspiron protestën është kjo, për mua. Doktori po kërkon që ata të ulen me të. Doktori nuk po proteston ndaj Edi Ramës, po duhet të kuptojmë. Me Edi Ramën ai është në biznes, është ortak. Merr punë e veta, nuk kam dëgjuar asnjë biznesmen që ta ankohë që s'po punon. I dha nëpërmjet kohës zgjedhor 13 mandate. Po patjetër, po janë ish deputet dhe njerëz kryetar Partisë Demokratike që marrin tendra dhe punojnë për ditë dhe bëjnë shumë mirë që punojnë, more. Se nuk do rrinë njerëzit pa punuar vetëm se ju thotë që janë me Partinë Demokratike. Kjo s'ka kuptim. Por doktori do... Ka vetëm një problem. Që tallen me njerëzit. Ja. Kush është ndryshimi midis atit Kamzës, që si shtoni ju është familjar i Berishës, dhe ati doktorit në Fierë që sipas Berishës është tradhtar. Se kështu tha, kush punon me qeverinë është tradhtar. Sigurisht,
në momentin që ti Përveç me. varet ku derdh fitimet. Shumë e thjeshtë. Dhe ndeshme është. Po jo, një fjali e kisha. Doktori po kërkon nga ndërkombëtar, pra me Ramën nuk ka që të qetëson njerëzit, nuk ka asgjë me Ramën, do bësh faqe, më thash. Me ndërkombëtarët ai do që të ulen me të. Ai po kërkon me çdo mjet, pra doktori pse nuk e shon deri në fund asnjëherë. Sakt, po ka një Ai po kërkon që dikush t'i thotë, o doktor, të lutem mos e destabilizo këtë vend. Aman o doktor, hajde ulemi dhe bëjmë marrëveshje. Vetëm mesazh që ka qenë konkret për këtë, ka qenë i zotit Shiter, raporterit të Parlamentit Evropian, me qëra Allafi javën tjetër vjen dhe një delegacion e Parlamentit Evropian në Shqipëri, ku i tha Partia Demokratike tha boll me Molotov, futun në parlament, to me Molotov tha. Ai kërkon tani, unë verej një gjë që nuk ka as deklarata që thënë që ne dënojmë dhunën, nuk ekziston pra. Dhe ky nuk Rama ja japen as këtë lloj partneriteti që të themi sillumirë. Po injorohet. Edhe ky Rama i pamëshirshëm. Ka një gjë, unë mendoj të kundërt. I pamëshirshëm. Unë mendoj të kundër Flogert. Unë mendoj që Rama protesta që ka shumë Gjitha Rama çka ka dash Berisha e ka dhënë Rama. Do dënojnë ka dhënë, ka ndihmuar shumë. Edhe për të marrë PD-n e ndihmoi. Pse të bëjnë mirë, po e provokon, për shembull. Sepse i duhet Ramës, ndoshta e provokon me Ivankën, lëviz me Ivankën makinë. Edhe ti po makinë mund bën telefonata me babin. Po edhe ti po të ishe do bëj në Davos për shpinë e barë. Pra, ndoshta ti do. Rama ka një mungesë të theksuar ndryshe nga ndryshe nga ty që mendon që protesta bëhet kur Rama ka kontakte të mira me ndërkombëtarët, unë besoj që është e kundërta. Kjo protestë sot më shumë e mbron Ramën sepse po të shohësh dje ka pas një reagim të Komisionit Evropian për mbrojtjen që i bën. Ska pasur një reagim. Jo, edhe kjo është e pasaktë. Edhe kjo është e pasaktë. Është e salut. Edhe kjo është e pasaktë. Jo pra, është e pasaktë. E ke fake news. Merë lexohet çka ka thënë deklarata. Deklarata thot për herë ato që duhet thot. Ato që duhet thotë që parlamenti bëj punën e vet. Jo. Paku bëj punën e vet, shiu punën e vet, konsideroi heqjen e imunitetit. Jo, nuk sugjeron. Parlamenti duhet merret me. Po pra, lexoje. Problemi është kur lexon titullin dhe jo përgjigjen. Ta havim deklaratë. Po nuk është pashtë. Ai thotë, parlamenti duhet të bëjë punën e vet, Spaku duhet të bëjë punën e vet, drejtësia duhet të bëjë punën e vet. Kaq. Pra, pse se po i ndërhyj pra, Rama po ndërhyn Spakut, po i ndërhyn drejtësisë. Po se po sulmon drejtësinë, po sulmon. Pse po sulmon? Ma trego pak, pse po sulmon drejtësinë? E para një herë po merret në rrogat e gjyqtarëve. Për çfarë po merret ai këtu? E dyta, ai po kërkon të ndryshojë ligjin që mos të jalë gjykatës kushtetuese. Mos vendimi i gjykatës kushtetuese. Për të mos karkuar ministrat. Mos vendimi i gjykatës kushtetuese thot këtë gjë, nëse ti e ke lexuar. Se këtu ka argumente që ne duhet merremi që çështjet e më gjëra që themi. Mos vendimi i gjykatës kushtetuese ka një gjë që i bashkon të 8 anëtarët, të cilët thonë kushtetuta ja jep, kodi procedurës penale jo. Pra ka një vojt. Çu atëherë kanë shkel kushtetutën ata. Ka një vojt. Okej pra. Po se nuk mund të jetë, nuk mund të jetë kodi për mirë. Do t'i merremi ti futemi gjëra tamam. Se lexoj diçka që nuk është në këtë studio. Po të them. Kështu thot mos vendimi i gjykatës kushtetuese. Unë lexova deklaratën që thot larg duart nga drejtësia, sepse thoshte ne kërkojmë drejtësi të pavarur, ne kërkojmë që të mos preket drejtësia. Mund të lexoj ai është mbrojtje për drejtësinë. Mund të lexoj diçka që për drejtësinë po. Dhe kjo Molotovi tani dhe gjithë kjo katraura që bën ai mendoj që e shpëton Ramën nga presioni që mund të ketë nga BE-ja për gjendjen ku është. Ta thash vetë që personi më i lumtur sot është Rama. Po jo për këtë arsye, Saliu kërkon të bëhet fjalë diçka Stokol, që mund të vlej. Po, Neni 70 Beko shumë dies. Se nuk është thënë, ju kam ndjekur dhe nuk është thënë. Për shpjeguar një herë që nuk ka Po, jo, e pash, po më duket se këtë nuk e tha. Se edhe ikën minutat. Neni 74 i rregullorës kushtetuesës thot, kur gjatë votimit votat ndahen në mënyrë barabartë, ose në atë mënyrë që asnjë përfundim i çështjes nuk votohet nga shumica e kërkuar, gjykata kushtetuese vendos rrëzimin e kërkesës, por rrëzimi nuk përbën pengesë që ta riparaqesë sërish kërkesën kërkuesi. Pra nuk ka patur vendim. Shkojmë pak tek QSU-toja, po flet ministra e brendshme. Ergys, të lutet Koli, të bëjmë debat real. Nëse kjo është temë tjetër. Është kjo që tha që me zgjedhjen e antarit 9 sigurisht do shkojë prapë kushtetuese. Po shkojmë pak te ministra e brendshme, zonja Albana Koçiu, e cila gjendet në spital, ta dëgjojmë bashkë me Ilir Froti, drejtorin e policisë.
Atëre, ja presim edhe pak të zonje Koqiu, apo filloj apo jo? Filloj. Oke. Jemi këtu në fakt në ambientet e Spitalit të Djegë Plastikës në QSUT. Kemi ardhur së bashku me drejtorin e përgjithshëm edhe me drejtorin e Policisë Tiranës për të parë efektivët që janë duke marrë trajtimin mjekësor këtu. Për hir të të vërtetës, protesta e sotme, e cila, siç e kemi thënë dhe herë tjera, është një drejtë kushtetuese për të protestuar e gjithkujt, e çdo force politike që organizojnë një protestë, kaloi në një protestë të paprecedent, në një dhunë barbare, do të thoja unë, ndaj punojësve të policisë shtetit. Është hera e dytë në fakt, është protesta e dytë, e cila drejtohet ndaj punojësve të policisë së shtetit. Dhe drejtuesi i kësaj proteste, Sali Berisha, është i vetmi i cili mund të organizojë protesta të tilla dhune ndaj punojësve të policisë që në fakt janë prindër, janë baballar, janë vëllezër, dhe që në fund të ditës, ashtu siç dhe gjithë gazetarët që janë sot këtu, bëjnë punën e tyre ditë natë me përkushtim në shërbim të vetëm të informimit dhe të mbrojtjes së sigurisë dhe jetës së qytetarëve. Ju e bëni në drejtim të informimit publikut ashtu siç duhet, punojësit e policisë shtetit në drejtim të sigurisë dhe mbrojtjes së jetës së qytetarëve. Është e drejta e punojësve të policisë shtetit të reagojnë dhe unë i kam kërkuar drejtorit përgjithshëm të policisë edhe institucioneve njëzbatuese që të veprojnë në këtë rast dhe të mos hezitojnë për të nxjerrë dhe për të vendosur përpara përgjegjësisë të gjithë ata të cilët sot u bën pjesë e një dhune barbare ndaj punojësve të policisë së shtetit. Qëllimi vetëm i protestës së sotme ishte të godiste punojësit e policisë së shtetit. Të gjithë bën dëshmitar të saj, ju e prezantuat më së miri gjatë gjithë mbullimit që i bët. Punojës policisë shtetit, sot kam informacion që dhe gazetar kanë pësuar lëndime dhe e gjithë kjo pse dhe vetëm në emër të dhunës që ushtrohet në protestat të cilat patjetër, e theksoj sërish, janë detyrime kushtetuese, por për të zbatuar në mënyrë paqësore ligjet, institucionet dhe njerëzit që zbatojnë ligjin do duhet respektohen dhe ky është mesazhi im, është barbare ajo çka pam sot dhe dëshmuam sot. Janë 16 punonjës efektiv të policisë shtetit, cilët po marrin trajtim në 2 strukturat spitalore më të rëndësishme, po në ndërkohë presim nga momenti në moment të kemi edhe referime të tjera. Janë punojës të cilët janë dëmtuar, këtu ku jemi tek Djegë Plastika kanë mësuar dëme të konsiderueshme, ekipet mjekësore janë duke i trajtuar me profesionalizëm, uroj shumë shërbim të shpejt për gjithë efektivët e punojësit e policisë shtetit, të cilët bëjnë detyrën e tyre me përkushtim nga mëngjesi deri në darkë. Shumë faleminderit. Si paraqitet gjendja e tyre? Mirë, ishte Ministri e Brendshme Albana Koqiu, cila njoftoi për 16 punonjës të policisë të lënduar, si quhet ajo një dhunë barbare thirrur nga kryetari i opozitës. Atëherë një batut për se duhet ta mbyllim po. U kërkua në protestë sot nga një folës përse nuk i bashkohen në protestave të mëdha Partisë Demokratike Opozitës intelektualët shqiptar. Dhe përse ata pranojnë, do me thënë të sundojnë dhe të jenë dakord, do me thënë që të kenë në krye një qeveri me gjithë këto kusure që ka. Mirë po, kjo është fyrje, po të drejtojsh opinionit publik dhe intelektualve shqiptar, të thua është që hajde bashkohuni këtu se ne jemi e ardhmja. Është fyrje sepse ata të paktën ka që e kanë vetë dije, nuk mund të largojnë nga pushteti një qeveri të korruptuar dhe ta zëvendësojnë me një blok opozitar i cili është po aq i korruptuar sa ata që janë të korruptuar në qeverisje, në pushtet. Sepse jemi para faktit që kryetari i opozitës është në gjykim për korrupsion, i shpallur non grata për korrupsion, ka pothuajse të njëjtin staf që ka pasur në 2013 kur iku nga pushteti dhe ka të njëjtat frymëzime politike që ka pasur dhe në kohën kur qytetarë shqiptar, votuesi shqiptar i dhanë 1 milion vota kundër. Prandaj, kur ti refuzon të ndryshosh, atëherë pse duhet të ndryshojnë të tjerët për ty? Kjo është çështja. Batuta, nuk ta me ban fjalë. Kilometri i fundit i kujt theti Sokol për të bërë batutën e fundit, dhe tani pikpyetje e madhe është kilometri i fundit i Ramës apo kilometri i fundit i durimit njerëzve
që shohin një film përsëritur çdo 2 javë. Përgjigjen e du nga Argyse dhe nga Martini.